asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same moon boots. Trying to outrun the thought of you. But in this town, the truth don't stop. You can't live in a town this small. You press the button. You can change your mind, but not your past. Every mind just feels like moving half. You can change my name. Yes, hopefully try. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your head. Mirëmëngjes të gjithëve nga mama dhe Ajani. Ne po ikim tani që të kapim autobusin. Edhe është java fundit e punës për mua, sepse filloi lehen e lindjes. Dhe tani çojmë Ajanin në çerdhe dhe fillojmë ditën tonë. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same podcast, same moon boots. Trying to outrun the thought of you. But in this town, the truth don't stop. You can't live in a town this. Petale që kishin rënë nga pemët, kishin lënë një shtresë shumë të bukur që të jepte një kënaqësi ndryshe të kaloje, dhe biri çdo ditë pyete pse kanë rënë lulet. Dhe gjithmonë kërkonte të merrte disa lule nga lart pemës për tek kita. Dhe edukatorët kishin shumë qejf kur biri shkonte me lule, aq sa një ditë ja kishte vendosur lulet në një gotë plastike të çerdhes, mbushur me ujë që mos të prisheshin, sepse gjithmonë pas gjumit i kërkonte lulet. Pasi mami lë birin në çerdhe dhe kontrollon në qoftë se ka ndonjë mungesë në garderobën e Ajanit, më pas pret tramin për të nisur rrugtimin e saj drejt zyres. Pas 25-30 minuta arrim në zyrë dhe pjesë e përditshme bashkë me beçën e punonësit është dhe karta e bubble teas. Valesa e parë është për të marrë bukën time të preferuar me mozzarella, domate dhe pesto. Do përfshi shumë kafe, shumë takime me kolegë, sidomos me kolegët që kanë bashkëpunuar më afër, por që thonë ne ta fshim deri në momentin e ditë të kthehemi në punë. Momentet të mamit dhe gocës duke bërë ca foto së bashku. Ashtu si pa kuptuar, erdhi dhe orari drekës dhe duke qenë se kisha disa punë për të bërë jashtë zyre, nuk gra drekën në mens. Përshimi marë, të përshimi drekës, unë nuk është se do kaloj në zyrë, do shkoj pak në qendër, sepse do të blej disa snacks, që do të tregoj që është shumë mirë tek një dyqan aziatik. Te kaloja te dyqanet dhe Cajt, pëlqej shumë kjo çanta nga Guess. Dhe aty pranë pash një zotëri me çantë vintage Hermes, një dashuri. Dhe tek dyqani Goeshja bleva krekersat e orizit që janë të preferuarat e mia. Dhe një pjesë e madhe e dyqanit është e mbushur me qelqurina dhe orendi buzhine shumë interesante. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me. Kam qenë kurioze të provoja këtë bubble tea me kanaçe, por nuk shitet me pip, kështu që vështirë ta shijosh bashkë me tapiokat. Moçet e ky dyqani kam provuar, por nuk më kanë pëlqyer shumë. Bleva edhe këtë për motrën. Tani do ikim tek dëmaja, sepse duhet të shoj një parfum për flokët, por një shoqëra më sepse ne nëse nuk është Shqipëri, për Maldiv. Është Bosch, ky është parfumi me koko vanila, nuk kanë
Duke qenë se jam regjistruar tek aplikacioni IDM-s dhe kam regjistruar edhe shtazanin time, përfitova disa produkte falas, një pako me letra të lagura mini për bebushin së bashku me kuletin e pampersave dhe të letrave të lagura dhe një lëng bio të vogël, të gjitha këto falas. Tani ikim në zyrë, kam një takim për 5 minuta, që duhet të nxitoj, por do flasim në lidhje me lejnë e lindjes këtë në punë, dhe do i tregoj sepse më kanë ardhur mesazhe të reja, mesazhe të optike, mesazhe të diellit. Kafe numër 2 për sot. Çaji tuk tek puna vetëm €1 është një veçanti më vete. Dhe këtë setin e birilykve, mami e ka blerë bashkë me birin. Biri zgjodhi këtë setin me guacka në vend të një me lule. Leva gjithashtu dhe këto kapset meqi për mamin dhe gocën. Koha për të kthyer në shtëpi. Dhe ky çifti të moshuarve më mbushi me gëzim se si ishin dorë për dore. Në shtëpi mami e presin çunat që lozin bashkë. Dhe biri që luli dhe kishte vendosur tek kamionit i plerave. Mami kishte ruajtur lëngun për birin dhe bushin. Pasditja vonë mbyllet me shëtitjen tonë tek fusha që kemi pranë shtëpisë. Kur biri pedaloi mashallah për herë të parë biçikletën, që nona e gjyshi Daja dhe Tezi ja kishin blerë për 1 vjetor. Push it down? Yes, bravo! Yay! Shihemi së bashku në një video tjetër.